Ka një shfaqje shumë e bukur, hera parë një shfaqje moderniste, nështë me thënë që a shfaq në kishat paktën të veriut, për aq sa kena informacion ne. Shpresoj që kemi kriju një rrymë të re në shfaqjet e kishat, do ditë që kishat gjithmonë kanë prodhu talente dhe kanë pru modernitet nga jashtë. Unë jam ndjerë shumë mirë dhe gjithashtu kam pas një grup shumë të mirë pune që punu dhe regjizorin, sigurisht. Është e çuditshme se tani ekuilibri i jetës mahet mes të keqes edhe të mirës. Dhe Fausti personifikon këtë luftë mes dy të kundërtave për me rujt këtë ekuilibër që ka jeta, gjallëninë e saj. Ajo që mu më kënaq është prania e juaj, prania e publikut, sepse Shkodra ka dhënë gjithmonë këta ushqime kulturore. Dhe nuk është thjesht vetëm një grumullim kulture, por është një përzgjedhje e kulturës, ka elegancën për me zgjedh kulturën. Dhe kjo është një ndër kryeveprat botërore, kjo dihet, nuk është po e them unë, po e dinë gjithë. E vu Faustin nuk ka gjaj vogël, është përpjekje e madhe dhe është bë punë. Jeni ju ato që e vlerësoni, mandej, kritika jeni ju. Puna ka kanë jashtëzakonshme, ka kanë punë shumë e mirë dhe ka kanë me të vërtet kënaqësi me punu me trite e familjesë së Shkodrës, ku ata kanë shpreh dëshirën më ardh me punu dhe unë kam pranu punën pas një lloj, sepse unë mendoj edhe besoj që çdo njeri ka një mundësi dhe ka një talent për me dhënë. Edhe këta siç e patë edhe vetë kanë kallëzuar që kanë mundësi me dhënë. Edhe pse jo. Edhe ka një proces jashtëzakonisht i mirë. Edhe për mua, sepse kam mësu gjëra krejtësisht të reja të punu me këta të ri. Lufta mes të mirës edhe të keqes. Dhe kemi një rast që njeriu vetëm përmes fesë, përmes besimit në Zot ringjallë. Dhe kjo ishte pikërisht mesazhi edhe për këtë Pashkë që po i përjetojmë, pra në kuadër të fesë Pashkëve, gjetëm një lloj mënyre të tillë.